këto. E dyta, pasi ka dështuar mandatari i dytë, ne kemi një akt gjykim të gjykatës kushtetuese të vitit 2020, i cili thotë që kuvendi nuk shpërndohet automatikisht. Pra edhe kur dështon mandatari i dytë, akoma kemi kuvend, deri në momentin kur unë e nënshkruaj dekretin për shpërndarje. Dhe unë nuk e kam nënshkruar dekretin për shpërndarje, qëllimisht i kam ftuar një herë partitë politike dhe i kam ju lutem, para se ta shpërndaj kuvendin, kthehuni edhe një herë në sallën e kuvendit. Unë ju pres këtu. Miratoni marrëveshje të ndërkombëtare prej 1.1 miliard, të cilat edhe ashtu kërkojnë 2/3, miratoni buxhetin për kryeqytetin dhe komunat që akoma s'kan buxhet, RTK-n dhe zgjatjen buxhetore për 3 muajt e parë, i cili do duhej të ishte vendimi i kuvendit. Kam kërkuar nga kryeministri, e kam pyetur, a mundesh me heq dorë nga buxheti 2026 që vetëm këto pikat të tjera ti trajtojmë, dhe ajo shpajtuar që të hiqet çështja e buxhetit 2026 nga agenda dhe të shkohet në seancë vetëm me këto pika tjera. Pra 1.1 miliard marrëveshje ndërkombëtare, buxhetin e Prishtinës, Gjilanit e të tjera, si dhe zgjatjen buxhetore si akt të kuvendit. Mirë po fatkeqësisht nuk ka pasur dakordim nga partitë e tjera. Mundësi ka pas me u miratu, mirë po nuk ka pas vullnet politik. Si presidente kam shfrytzuar çdo instrument dhe duhet tani të pyesni ata që i kanë refuzuar këto propozime që i kam dhënë, pse i kanë refuzuar. Tani, vetëm pas i kanë insistuar partitë politike që nuk donin të miratonin, unë e kam nënshkruar dekretin për shpërndarje të kuvendit. Tani më kuvend nuk ka, dhe kjo është arsyeja pse kuvend nuk ka, dhe kjo është arsyeja pse s'ka kaluar buxheti i Prishtinës, nuk ka arsye tjetër. Tani pse s'kan votu, duhet t'i pyesni partitë që kanë refuzuar që të kthehen në kuvend para se ta nënshkruajnë dekretin për shpërndarje. Ka qenë në përputhje me kushtetutën, plus ka qenë në përputhje me praktikat parlamentare, sepse në vitin 2020, edhe pasi gjykata kushtetuese ka thënë që ka dështuar